Bene, si mendon ky konflikt i ndezur, ku po diskutohet që do të jetë fillimi i një lufte botërore dhe papritur, me 2 bombardimet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk dim akoma, ato thonë jo se i kanë transportu këto materialet nukleare, bëhet një marrëveshje armëpushimi. A mendoni se e gjitha kjo ishte një gjë e kurdisur, apo është vërtet një konflikt dhe çfarë impakti do të ketë, dhe a mendoni se do të kemi një paqe të vazhdueshme? Është e vështirë për të thënë që mund të ketë një paqe të vazhdueshme, për shkak të fuqisë të paktën morale që ka në botën e islamit shit Irani, dhe ashtu peshën që ka Izraeli. Po ka qenë shumë e rëndësishme përfshirja e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përfshirja në një moment kur ata duket sikur janë vendosur jo të detyruar, se nuk mund të thuhet dot për Shtetet Bashkuara të Amerikës të detyruar, po përpara një fakti të kryer. Unë besoj që autoritetet e tyre patjetër duhet ta dinin shumë mirë, por kuptohet që zoti Netanyahu ka shkuar shumë sipër, ka shkuar jashtëzakonisht sipër. Shumë larg. E para për arsyen e vetme që nuk njeh limitet e vendit të tij, dhe këtu nuk kam përshtypjen e limiteve të kapaciteteve ushtarake, por të limiteve historike. Çdo vend duhet të ketë parasysh në jetën e vet limite historike, të paktën pararencet e Iranit kanë pasur limite historike. Ka bërë përshtypje një intervistë e fundit e kreut të Mossadit dhe ambasadorit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë vite, dhe njëri shumë special, i cili jo thjesht ka qenë kritik dhe vazhdon të jetë kritik me zotin Netanyahu, po gjithmonë ka përdorur këtë element që në momentin kur ketë hapur një vatër, siç është vatra e Gazit, gjëja më e rëndësishme është të marrin njerëzit tanë të gjallë apo të vdekur, dhe pastaj të mendojmë për të ardhmen e vendit tonë. Po, dhe kjo është logjike. Është logjike, keni drejt. Ndërkohë që zoti Netanyahu, që ju e dini në këto momente përballet me shpalljen e tij jo të padëshiruar, po që është nën hetim nga gjykata ndërkombëtare. E dyta, vazhdimisht ka krijuar probleme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikën e re të zotit Trump. Dhe e treta, në rajon, në një vend i cili bëri me shumë vështirësi marrëveshjet abramahike, ju e dini që u bë marrëveshje Izrael, Arabi Saudite, me gjitha vendet me radhë, dhe u fashit deri diku problemi Palestinës, në sensin për të gjetur një zgjidhje edhe Izraelit, kokave të ftohta, u duhet një marrëdhënie e tillë. Krejt papritur ndodhi ajo që ndodhi. Zoti Trump pak besoj ju e dini më mirë sepse vini nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesën ekzibicioniste të tij, me individ që nuk din t'i thonë jo, mori përsipër që të çonte diçka më shumë të aksion. Por se nga ajo që kuptuam, pam një Iran jo të përgatitur për këtë lloj sulmi ndaj fuqisë më të madhe të botës, dhe dyta të përgatitur. Asnjë nuk është i përgatitur për këtë lloj sulmi. Keni të drejtë. Amerika mund të ketë, po në fushën e armatimit të ushtrisë është një 100 vjet larg para gjithë. Por keni parasysh ishin të përgatitur për atë që ju thatë në fillim të bisedës tonë, zhvendosjen e masës së uraniumit të pasuruar 400 kg në hapësira ku nuk dihen. Kemi një problem tashmë me moralin, përgjegjësinë dhe forcën e agjencisë TOKB-s që merret me kërkimin bërthamor. Ju dini që në botë ka një traktat për mos përhapjen e armëve bërthamore dhe Irani e ka të firmosur, por nuk e ka ratifikuar. E ratifikojnë fillim, pastaj është tërhequr, ndërsa Izraeli jo vetëm nuk e njeh, por edhe patjetër nuk mund ta ratifikojë. Dhe këtu ka një problem shumë të madh. Duket që nga kanale ndryshme Irani ishte i mirë ditur për këtë hap. Por ajo që
ju bët një parashtrim interesant në fillim për mendimin tim, është që një regjim i tillë teokratik. Mbas këtij sulmi që ishte gati, të themi, afër, të themi apokalipsit për ata, sepse njerëz të cilët e kanë dëgjuar thonë që shpërthimet kanë qenë të tmerrshme. Realisht ndihmuan apo jo për ta ndryshuar regjimin, apo ndodh ajo që ndodh në disa vende të tjera, që sulme të tilla i bën që regjimet të forcojnë, e forcojnë në mënyrë indirekte. Ka dy tezet. Rrëzimi i regjimit nga jashtë, sjell një forcim edhe vetë popullit brenda atij regjimi, megjithëse e ka kundërshtuar. Dhe tjetra është edhe ajo që ndodhi në Irak, ju mani mend. Dhe tjetra është më mirë rrëzimi nga brenda. Qartë. Mirë, po në këtë situatë duket sikur në një moment ky u forcu, fitoi kohë. Fakti që arriti edhe këtë marrëveshje paqe. Që është marrëveshje e madhe. Që nuk më duket se do të jetë një marrëveshje permanente ose afatgjatë, nuk më duket. Por në anën tjetër ju përmendët diçka shumë të mirë për Netanyahu, kur ti ke një problem si rripi i Gazës dhe ke këtë çështje primare, ti hap dhe një front tjetër. Ty tash nuk po diskutohet më për rrypin e Gazës. Ashtu siç edhe në atë summitin e Kanadas ishte në agjendë për Ukrainën dhe hiku Superman Ukraina ishte doli Irani. Tash Shtetet e Bashkuara, a mendoni se duke bërë një ndërhyrje të tillë në Iran, janë vënë gatishmëri Rusia, Kina për Tajvanin? Sepse tash ka ra vëmendja këtej. Ukraina u harru fare pastaj. Dhe a do të zhvendosen, a ndoshta mos po krijohen harta të reja gjeopolitike në botë? Më vjen mirë që e hapët këtë plan. Po përshtroj diçka në fillim të viteve 90. Një njohës jashtëzakonshëm i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në mos gaboj edhe sekretari i shtetit Tikund ose këshilltar Zbigniew Brzezinski ka qenë këshilltar i presidentit Carter, i sigurisë kombëtare. Shumë njerëz i Zotit dhe konservativ. Shumë i Zotit. Dhe ai ishte një nga faqi po Brzezinski ishte i djathtë dhe kur e mori Carteri, i tha, okay, do marrësh mua. Jo, ai që mori Carteri, që ishte, ja kam harruar emrin e majt tash, i tha se si funksionon ta them këtë bota e qytetëruar. I tha, faleminderit, po ti duhet marrësh një krahun tjetër, tha që është Brzezinski, tha që ti një gjosh të dy krahat. Qartë. Është logjika si mund të funksionojë një perandori. Perandori, po. Dhe interesant ka qenë përshkrimet që i ka bërë për dekadat e ardhshme, dhe ai gati e paraqiste në një sens gati geometrik zhvillimet ndërkombëtare, dhe që parashikonte realisht një forcim të Iranit, një forcim të Kinës, forcimin e asaj që do ngelte nga Rusia, dhe pllakat tektonike që gjithsesi me interesat e tyre do bënin ta zhvendosnin peshën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe realisht në këto momente po ndodh. E para që Irani i ka asistuar Rusisë dhe tani në këtë moment vizitën e dytë që ata bën përfaqësuesit e Iranit ka qenë në Moskë. Domethënë mbas takimit me dy ministrat e jashtëm të Europës, takimi i dytë ka qenë në Rusi. Po në Rusi kur shkon të takohesh, shkon direkt që të kesh pjesën e mbështetjes për luftë. Dhe unë besoj që nga qëndrimi që mbajti Rusia, u kuptua që Rusia ishte një lloj garanti dhe një pjesë e bashkëpunimit. E përmenda zotin Brzezinski sepse realisht teoritë e tij po dalin, që do të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet luftojnë jashtëzakonisht për interesat e tyre.